dhe direkte me avokatin Florim Shefqeti. Zoti Shefqeti, faleminderit shumë që jeni bashkë me ne sot. Faleminderit për ftesën. Avokat 24 ende në fakt pa u bërë 24 orë në 2 raste tronditse për komunën e Vushtrisë, flas për rastin e mbrëmshëm ku 2 të rinj ku në fakt një 19 vjeçar ka vrarë bashkëmoshatarin e tij, si dhe për rastin sot ku një ish punëtore vritet nga një ish punonjës. A mund të na informoni, dini më shumë detaje rreth rasteve? Fillimisht ne do të rezervohemi nga deklarimi posaçërisht për rastin që kemi të bëjmë me të rinjët. Ne me aq sa kemi kuptuar nga mediat, me që është faza e hershme e ngjarjeve që kanë ndodhur, dhe normalisht duhet jemi të vëmendshëm dhe të kujdesshëm në deklarimet dhe tërësia ajo që ne do të elaborojmë ka të bëjë me kuadrin ligjor dhe me pozicionin e praktikës gjyqësore të ndëshkueshmërisë së rasteve të vrasjeve, duke qenë se kemi pa të gjithë që këto raste janë në fenomen rritje, edhe që nga praktika gjyqësore dalën të jenë edhe aspekti i dënshmërisë jo të mjaftueshme, por edhe të kuadri ligjor edhe në raste të tjera kur kemi pa që të përfshim kanë qenë të miturit. Thatë që këto vrasje janë një fenomen rritje, pse po ndodhin këto ngjarje, avokat? Shikoni, ne nga aspekti praktik me sa kemi pa dhe kemi kuptuar, këto ndikojnë disa rrethana që mund të jenë rrethana familjare, rrethana ekonomike, sociale, edukative, por edhe rrethana të rreth. Këto sqarohen edhe nga teoria si faktorë të brendshëm dhe të jashtëm, dhe që të gjitha së bashku ndikojnë në rritjen e kriminalitetit. Normalisht aspekti familjar, aspekti shkollor dhe i shoqërisë, por normalisht edhe aspekti i preventives, respektivisht parandalimit e kryerjes së këtyre veprave. Kjo normalisht për bindjen tonë të thellë do të duhet të ishte një alarm nga fakti se institucionet përkatëse do duhet të trajtojnë me urgjencë apo me kujdes apo me kompetencë aspekti arbajtjeve pa leje. Po ashtu, kur kemi të bëjmë me moshat e reja, normalisht do të duhet të trajtohej edhe nga mesia e arsimit futja apo kurrikulat e veçanta të cilat do të ishin obliguese në shkolla, në mënyrë që të sqarohej, shpjegohej për efektet e secilës vepër, posaçërisht për veprës penale të vrasjes, sepse për bindjen tonë nuk ka asnjë vepër më të rëndë se sa krijimi nga jeta. Ne kemi parasysh, kemi pa në shumë raste kur kjo ndodh në mosha jashtëzakonisht e reja dhe që pasoja me të vërtet godet të 2 familjet dhe posaçërisht familjen e viktimave. Avokata, është shumë e lehtë të blehet një armë sot? Përveç pak me relaksu. Ne me aq sa kemi pa në praktik, sepse nuk kemi pas raste personale, por me sa kemi pa në praktik, ka tregtëzi në të cilën lehtësisht arrihen deri te sigurimi i armëve të tilla. Ajo që për ne do duhet të ishte thirrje që familjet të kenë kujdes me të shtuar në raport me personat që janë në moshë më të reja, posaçërisht të fëmijëve. Këto pashmangshëm që do duhet të trajtohen nga psikolog, sociolog, por edhe jurist normalisht aspekti se si ka fenomene të tjera që përfshihen në shkolla, siç janë substanca narkotike e të tjera, e të cilat ndikojnë jashtëzakonisht shumë. Ne dimë edhe raste të tjera ku kanë ardhur deri tek rastet e vrasjeve, fakt për kurrgjëheq për probleme teknike apo për kacafytje, fjalosje, shikime të tjera, të cilat në rrethana normale nuk do duhet të ndodhin për shkak se shohim se çfarë pasojë krijojnë, e cila është një e mirë, e cila është e pariparueshme, sepse asgjë s'mund ta kthejë jetën e një personi tani me të vrarë. Avokat, që është e mundur me pas një 19 vjeçar një armë në dorë? Flasim për prezencën e armëve, si mundet një 19 vjeçar që ka shtyna të ta marrë armën në dorë dhe ta vras një bashkëmoshatar të tij? Kjo për ne është edhe më shqetësuese. Normalisht edhe tek moshat e rritura, por te moshat e reja është shqetësuese sepse
ndikon ose reflekton që nuk ka pasur kujdes të duhur as nga familja, as nga shkolla, as nga rrethi, sepse mbetet e shihet nga hetimet, koha kur është vlera e armë, sa kohë ka qenë në përdorim, dhe se kush ka qenë apo është dashur të jetë në dijeni për posedimin e një arme të tillë. Ajo që për ne ka tepër rëndësi, politika ndëshkimore të armëmbajtjes pa leje është jashtëzakonisht e ulët, e posaçërisht po ashtu edhe tek vrasjet, sepse ne kemi pa raste ku dënohen me 7 vite, 8 vite, 12 vite për vrasje dhe nështë është keq për të thënë, por kjo nuk reflekton në preventiv apo në parandalim, sepse secili person para se të kryejë një vepër me domos do të ketë në mendjen e tij se çfarë dënimi do ta pret. Dhe nëse një praktikë gjyqësore ndërtohet me kaq pak dënueshmëri për vrasje, atëherë nuk paraqet ndikim që të mos kryejnë vrasje. Kush po i bie që e ka fajin, zoti Shefqeti? Shikoni, nuk mund të ketë një faj të vetëm, por kjo do duhet të ishte një alarm i përgjithshëm, i cili do duhet të trajtohej nga institucione të ndryshme dhe në mënyrë më gjithëpërfshirëse, që nga edukimi deri tek aspekti i ekzekutimit sanksioneve penale. Keni parasysh, ne kemi një kod të drejtësisë për të fëmijët, i cili maksimumi i dënimit me burgim përcakton 10 vite burgim, dhe atë në rrethana specifike. Pra kemi një kod i cilin mund një person i mitur të kryejë vrasje të vret 10 vjet, 20 vjet, 100 vjet, dhe prapë nuk ka mundësi ligjore të shkruajë dënim mbi 10 vite, që për bindjen tonë është gabim dhe do duhet të rishikojë, sepse për të mitur flasim deri në moshën 18 vjeçare. Dhe kapaciteti fizik i secilit person të tillë është i lartë për të kryer vepra të shëmtueshta, dhe nëse një përcaktueshmëri e tillë penale nuk mendoj që ndikon në preventiv. Njëjtë edhe praktika e dënimeve në raport me madhore. Teksa flasim për këto dy raste, avokata, ka ndonjë rrethana lehtësuese ose rënduese që mund të ndikojnë në vendimin e gjykatës? Shikoni, është tepër herët. Në dy raste të ndara. Sakt, por është tepër herët që diskutohet për rrethana lehtësuese rënduese. Ajo që Kodi Penal i Kosovës në 70 deri 73 ka rregulluar rrethanat lehtësuese dhe rënduese, por që shikoni, pak është problematike sepse ne kemi pasur edhe raste kur gjykata ndaj kryesit e vlerëson moshën rrethon lehtësuese, dhe ne kemi thënë pse apo duhet të vlerësohet edhe ndaj viktimës mosha si rrethon rënduese në raport me kryesin, ose fakti i shkollimit. Nuk mund të jetë një mungesa e përgjigje shkollore rrethon lehtësuese, sepse nuk nevojitet asnjë lloj shkollimi të kryhet për të ditur që kryemja e veprës penale të vrasjes është ndaluar, ose përdorimi i armës është ndaluar. Ose aspekti tjetër kur merret rrethon lehtësuese nëse kryesi i veprës është mbajtës i familjes, dhe nuk merret rrethon rënduese kur ndaj viktimës ka mujt me qenë mbajtës i familjes, kryefamiljar. Por pasojat që shkaktohet është përbindjen tonë shumë e madhe se sa në raport me kryesin. Kështu që ekzistojnë disa rrethana që janë përcaktuar nga Kodi Penal që përbindjen tonë nuk do duhet të peshoheshin në raport me matjen e dënimit, ose edhe aspekti i pranimit të veprës penale kur ajo nuk ka asnjë lloj ndikimi në vërtetimin e plot gjendjes faktike. Normalisht që duhet të trajtohet si rrethon posaçërisht lehtësuese, sepse si e pranoj si nuk e pranoj nuk ndikon në vërtetimin e gjendjes faktike. Por thjesht përbindjen tonë të duhet qëlloj nga politika ndëshkimore, kemi një udhëzues politikës ndëshkimore, por ai duhet të zbatohet, sepse ky udhëzues flas për udhëzuesin e Gjykatës Supreme, i cili përcakton mesatarën e dënimit dhe pastaj prej asaj mesatares, duke vlerësuar rrethana lehtësuese dhe rënduese, arrihet te një dënim konkret për rastin konkret. Por prapë po themi, nuk kemi të bëjmë me një vjedhje, nuk kemi të bëjmë me dëmtim prone, ku mund të ketë që, si me thënë, arsyeshmëri i cili do preventimeve, por kemi të bëjmë për në vrasjet për të cilat konsiderojmë që politika ndëshkimore dhe praktika e gjykimit të tyre në aspekt sanksione do duhet të ishte shumë e lartë, sepse kjo ndikon edhe në preventiv gjenerale që të cilit do personi të armën të ndikojë që të mos shkryej vepra të tilla. Zoti Shefqeti, faleminderit shumë që u inkuadruat në gazetën sot. Faleminderit edhe juve.
Të nderuar shikues, jemi rikthyer në